Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit mëshiruesit. Falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të jesh i lirë dhe të jesh i pastër do të thotë të jesh një musliman i mirë. Dhe të jesh një musliman i mirë do të thotë të jesh mirë me Zotin dhe të jesh mirë me njerëzit. Të jesh i lirë dhe të jesh i pastër është qëllim esencial për të cilin Zoti i Madh i solli profetët në tokë. Allahu xhalla xhelaluhu na ka mësuar në Kur'anin famëlar se ky është një prej qëllimeve për të cilin Zoti e solli profetin Muhammed në tokë, sallallahu alaihi wasallam, që njerëzit të vlerësohen, që njerëzit të pastrohen, që njerëzit të bardhësohen në të brendshmën e tyre, në të padukshmën e tyre, në të palexueshmën e tyre, e padyshim, nëse kjo do të arrihet, do të thotë se kemi kuptimin e duhur të fesë dhe do të thotë se do të kemi një jetë të mirë, një lumturi në këtë botë dhe lumturi në botën tjetër. Gjithmonë kur flitet për dëlirësimin e shpirtit, për dëlirësimin e zemrës, bëhet fjalë për zemrën e njeriu, sepse normalisht zemra është, si më thënë, momenti më i rëndësishëm i ndjeshmërisë së njeriu për sa i përket besimit të tij. Për këtë arsye dhe besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm për zemrën e tij. Gjithmonë kur flitet në termat e fesë, pra në ajetet kuranore, në hadithet e profetit Muhammed alayhi sallam, gjithmonë kur flitet për zemrën. Jo se truri ose mendja është e lënë mbas dore, mirë po ndjeshmëria e njeriu është më shumë të vendosur në zemrën e tij. Për këtë arsye dhe i kushtohet rëndësi. Për këtë arsye kujdesi ndaj zemrës është kujdes për mbar trupin e njeriu. Për këtë arsye dhe hadithet dhe porositë e profetit Muhammed alayhi sallam janë të shumta, të cilat trajtojnë kujdesin që duhet i kushtojë besimtari shëndetit të zemrës së tij. Bëhet fjalë këtu për shëndetin e besimit, për shëndetin e ndërgjegjes, për shëndetin e kuptimit dhe për kujdesin shpirtëror të zemrës. Zemra duhet ruhet e pastër. Zemrat janë tre llojesh. Zemër e smur, zemër e vdekur dhe zemër e shëndetshme. Besimtari duhet mundohet që zemra e tij të jetë e shëndetshme, sepse Zoti në Kur'an thotë se zemrat që do të fitojnë në botën tjetër janë zemrat e shëndetshme. Illa man atallaha biqalbin salim. Përveç atyre njerëzve që ju vijnë Allahut me zemra të shëndetshme. Ç'është zemra e shëndetshme? Ajo zemër e cila është larg çdo sëmundje. Ajo zemër e cila nuk ndikohet dhe nuk preket nga sëmundja. Edhe nëse tenton ndonjë virus apo mikrob të depërtojë tek ajo, ka fuqi dhe forcë dhe energji dhe nxehtësi për ta tretur, për ta shkrirë, për ta larguar. E kështu zemra e mirë, e besimtarit mirë, e ruan bardhësinë, e ruan thellësinë, e si pasojë dhe shpirti i tij e ruan bardhësinë, thellësinë. Do më thënë atëherë kemi të bëjmë vërtet me njëri të lirë, të pastër. Zemër e pastër dhe shëndosh është ajo zemër e cila ruhet prej gjërave që Zoti xhalla xhelaluhu ka ndaluar. Është ajo zemër e cila e ruan veten e saj nga sëmundjet, të cilat mund të ngjiten në zemrës si pandjer e si pasojë e bëjnë atë që të rënohet. Pikërisht zemra e shëndosh është ajo që e bën njeriu ta jetojë Islamin ashtu siç duhet. Kemi një zemër tjetër që është zemra e smur, që është ajo zemër që herë ndjen dhe herë nuk ndjen. Ndonjëherë kap ndonjë epidemi që kalon në qytet dhe ndonjëherë nuk e kap. Ndonjëherë smuret dhe ndonjëherë nuk smuret. Ka ndjeshmërinë, nuk e ka humbur të gjithën, por nuk ka forcë për ta larguar menjëherë, i duan kohë për të rikuperuar veten. Është ajo zemër e cila herë ndjen dhe herë nuk ndjen, herë këshillohet dhe herë nuk këshillohet. Dhe kemi një lloj tjetër zemre që është zemra e vdekur, ajo që nuk ndjen asgjë. E gjen njeriu që ecën mes njerëzve, po faktikisht është sikur të ishte i vdekur. Pse? Sepse zemra e tij ka vdekur përpara se të vdesë zemra si organ. Ka vdekur zemra e shpirtit. Ka vdekur zemra në kuptim. Ka vdekur zemra e cila mediton realitetin e njeriut dhe botkuptimin e tij rreth jetës. që
Që të kesh një zemër të shëndetshme, duhet që ta ruash zemrën nga sëmundjet të cilat mund të depërtojnë zemër, mund të depërtojnë dhe pa ndjerë e rënojnë zemrën. Dhe kjo do të jetë tema e emisionit, vlerësimi me ruajtjen e zemrave nga mëkatet dhe gjunahet. Po nuk bëhet fjalë për mëkatet dhe gjunahet në përgjithësi. Këtu bëhet fjalë për sëmundjet e zemrës. Janë disa sëmundje që prekin zemrën e njeriu. Janë disa gjëra që ndikojnë në zemrën e njeriu. E nëse smuret zemra, atëherë nuk bëhet më fjalë flasim për vlerësi as për bardhësi. Nëse zemra ka probleme, atëherë nuk bëhet më fjalë që të ekzistojë titulli i emisionit tonë. Për këtë arsye, besoj se ky emision është shumë i rëndësishëm. Si të ruajmë zemrat nga sëmundjet e zemrave. Do të përmendem inshallahu taala disa sëmundje që nëse janë tek njeriu, shumë vështirë të flitet për vlerësim pastaj, shumë vështirë të flitet për vlerësim. Për shembull, është një sëmundje që quhet sëmundja e syfaqësisë. Kjo sëmundje, nëse e kap zemrën, e merr peng. E merr peng dhe e largon atë nga Zoti i gjithësisë. Jo vetëm kaq, po Zoti i gjithësisë nuk pranon që të ketë raporte me një zemër e cila është marrë peng nga sëmundja dhe virusi i syfaqësisë. Që do thotë njeriu bën diçka për ta parë njerëzit, thot diçka për ta dëgjuar njerëzit, bën diçka që njerëzit i thurin lavde, dhe qëllimi i tij nuk është Zoti xhel xhelalu. Ky është një rast, po mund të ketë një rast tjetër që e bën për Zotin, po thot edhe njerëzit ta dinë. Me që e dinë Zoti, ta dinë dhe njerëzit. Ose e nis për Zotin dhe rrugës devijon qëllimi i tij. Për këtë arsye dhe besimtari duhet të jetë shumë i kujdesshëm, ta mbrojë zemrën nga sëmundja e syfaqësisë. Sepse nëse sëmundja e syfaqësisë depërton zemrën e njeriu, në botën tjetër Zoti do të thotë, ai që ka bërë diçka dhe ka bërë me qëllimin për mua apo për dikë tjetër, apo për mua dhe dikë tjetër, le të shkojë ta marrë shpërblimin prej tyre, jo prej meje. Zoti nuk pranon që të ketë rival. Zoti nuk pranon që të ketë ortak. Dhe normalisht besimtari është në sulm të vazhdueshëm nga shejtani i mallkuar, që si të preket nga ky virusi i syfaqësisë, dëshirës për ta parë njerëzit, për ta lavdruar njerëzit. Për këtë arsye dhe besimtari në natyrën e tij mundohet që t'i fsheh veprat e mira dhe punët e mira. Le të di Zoti, s'ka pse të dinë njerëzit. Jo ashtu siç gjejmë ne njerëzit që thonë kur e di Zoti ta dinë njerëzit. Jo, absolutisht. Një musliman i mirë dhe i devotshëm thotë jo, le ta di Zoti dhe s'ka pse ta dinë njerëzit. Normalisht kjo vlen edhe për mëkatet. Nëse e din Zoti, s'ka pse ta dinë njerëzit. Le të jetë mëkat mes teje dhe Zotit, xhel xhelaluhu. E normalisht kur është mes teje dhe Zotit, Zoti ka shumë mundësi të ta falë. E nëse ti e shet në treg dhe e reklamon, atëherë ti bësh promovues i të keqes dhe i mëkatit, s'ka gjasa më që Zoti t'ia falë njeriu në raste të tilla, Zoti na ruaj. Le të kthehemi tek syfaqësia, dëshira për të marrë lëvdatat e njerëzve. Për këtë arsye dhe besimtari absolutisht mundohet që t'i fsheh veprat e tij, përveç veprave jo në ekstrem, sepse janë disa vepra që patjetër besimtari duhet t'i shfaq, siç është falja me xhamat, siç është taravia, siç është agjërimi i Ramazanit, siç është haxhi, apo raste të tjera kur njeriu është me njerëz që do ta përmendë Zotin, do ta adhurojë Zotin, ose përndryshe origjina në adhurim është që njeriu t'i fshehë adhurimin e tij. Tregohet për njërin prej burrave të motshëm, thotë 20 e sa vite e shoqja nuk e dinte që ai falte namaznate. Çfarë fshehtësie dhe çfarë raportesh mes tyre dhe Zotit të gjithësisë. E ruanin veten e tyre dhe ishin shumë të kujdesshëm. Dhe normalisht jeta e tyre, vlerësia e tyre, pastërtia e tyre ka qenë në pjedestalet më të larta që mund të regjistrohet në një historia e njerëzimit.
Një tjetër sëmundje e zemrës është shpërqendrimi në adhurime. Njeriu e nis adhurimin dhe menjëherë sapo e nis adhurimin shpërqendrohet. Ky është problem tjetër dhe ka të bëjë direkt me zemrën. Sepse në momentin që adhuron, zemra mendohet që mbushet me madhështinë e Zotit. Mendohet që njeriu i drejtohet Allahut xhalla xhelaluhu, po komunikon me Zotin e tij, po flet me Zotin e tij, po i lutet Zotit të tij, po adhuron Zotin e tij. Dhe në momentin që njeriu e humb, do të thotë se ka një problem në zemër. Pasqyrat e zemrës nuk po funksionojnë ashtu siç duhet. Nuk janë kthyer ashtu siç duhet tek Zoti i gjithësisë, po janë drejtuar tek njerëzit, tek hallet, tek problemet, tek kjo është smundje e rrezikshme. Smundje që nëse dëbërton zemrën e njeriu, ja kthen fen dhe adhurimin në veprime mekanike, rutinë. Si ndjen me adhurimet. E si pasojë, adhurimet nuk e ndryshojnë jetën e njeriu për mirë pas kësaj, sepse mbeten veprime mekanike. Dhe në momentin që mbeten veprime mekanike, nuk lejnë efekt në shpirt dhe në zemër. Prej sëmundjeve që depërtojnë zemrën e njeriu dhe shkaktojnë rënimin e kultit të zemrës dhe pozitës që ka zemra në rregullimin e jetës së njeriu, jetës shpirtërore dhe jetës fizike normalisht. Po kjo nuk është tematika ime si hoxh, po flas për jetën shpirtërore dhe për sosmërinë shpirtërore, është sëmundja e pasimit të dëshirave dhe tekave. Allahu xhalla xhelaluhu ka krijuar njeriu me pasion, me dëshirë, ka krijuar njeriu me epsh, nëse do të na lejohet ta quanim kështu. E ka krijuar njeriu me logjik, ka krijuar njeriu me arsye dhe normalisht njeriu tundohet në jetën e tij. Dhe në momentin që epshi ose tekat dhe dëshirat depërtojnë zemrën e njeriu, atëherë domethënë kjo zemër prishet, kjo zemër shkatrohet. Zoti për këtë zemër ka një emër krejt tjetër, quhet interesi vetjak, interesi individual. Nuk i intereson se faktikisht kjo gjë e kënaq Zotin apo jo. Nuk i intereson se kjo gjë është për atyre gjëra që ka urdhëruar profeti apo jo, sallallahu alaihi wasallam. Çdo gjë e peshon me interesin e tij. I kthehet në interes, e bën. Nuk i kthehet në interes sikur nuk ekziston. Qoftë kjo në fushën ose në lëmin e obligimeve, qoftë kjo në lëmin e gjërave të ndaluara. Bën atëherë kur ka interes dhe nuk bën atëherë kur nuk ka interes. Pra nuk është Zoti ai që orienton, po është epshi apo tundimi ai i cili e orienton. Prej sëmundjeve që godasin zemrën dhe ne duhet ta ruajmë zemrën tonë prej sëmundjeve të tilla është sëmundja e dyshimeve dhe dilemave. Mos ja hap rrugën, mos prano që trokasin në dyert e zemrës. Sepse në momentin që trokasin dhe thjesht interesimi për to, filloi edhe problemi. Është tamam se ato sëmundjet e rrezikshme që njeriu duhet izolohet nga njerëzit, se thjesht takimi mund të çojë në përcjelljen e sëmundjes. Thjesht e folura. Kështu edhe puna e dyshimeve. Duhet që në momentin e parë që trokasin në dyert e zemrave tona, t'ju themi stop, siç na ka thënë profeti Muhammed alayhis salam. Dyshimet janë nga më të habitshme dhe nga më të çuditshme. Dyshimet që kanë bën me Zotin, për ekzistencën e Zotit, po si është Zoti, po si mund të jetë Zoti, për fytyrimet për Zotin, apo Zotin kush e ka bërë. Për këtë arsye dhe profeti alayhis salam na ka treguar se kur çytjet tilla vijnë, çfarë duhet thotë njeriu? Amantu billah. Allahu Rabbi. Amantu billah. Thuaj nga thellësia e shpirtit, Allahu është Zoti im, kam besuar në Allahun. Ose siç thonë transmetim tjetër, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra, besimtari duhet ta ruajë zemrën e tij nga dilemat dhe dyshimet që i vijnë. Dhe kjo vjen me besimin e fortë dhe duke shprehur
besimin tek Zoti, duke thënë shahadetin, duke thënë Allahu billahi dhe duke lexuar dhe studiuar në mënyrë që mos të jesh vetëm në situatën e atij që mbrohet, po të jesh në situatën e sulmuesit, që pra në momentin që vjen një dyshim, shitet një dyshim, del një dilemë, të dish si të përgjigjesh, sepse zotëron dijen e duhur, e cila ty të bën të aftë për të përgjigjur ndaj çdo lloj dileme që mund të ngrej ndaj Islamit shejtani, apo mund të ngrej ndaj Islamit armiku apo kundërshtari apo jo besimtarët apo njerëzit e tjerë të cilët nuk duan që kjo fe të ngrihet dhe ligji i Zotit të zbatohet në tokë. Gjithashtu për sëmundjeve të rrezikshme të zemrës është sëmundja e mendimallësisë, që përleshet me besimin në zemrën e njeriut. Nëse ekziston besimi vuan shumë, për mos më thënë largohet nga ajo zemër. Një i cili beson Zotin, një i cili e don Zotin fort, një i cili ka kuptuar këtë fe nuk mund të jetë mendim madh. Dhe mendim madh në Islam nënkupton dy gjëra. Nënkupton refuzimin e të vërtetës ose përçmimin e njerëzve. Refuzimi i të vërtetës nuk është natyrë e besimtarit dhe përçmimi i njerëzve që Zoti i ka krijuar nuk është natyrë e besimtarit. Nëse mendimallësia futet në zemër, atëherë verbohet zemra Zotit në rujt. Mohon të vërtetën, përçmon njerëzit, shkurt fiton hidhrimin e Zotit, nuk bëhet fjalë për një zemër të sëmurë me mendimallësi që të jetë e lirë dhe të jetë e pastër. Absolutisht, s'bëhet fjalë. Prej sëmundjeve të zemrës është kopracia, e cila nëse e ngërthen zemrën, nëse e mbërthen zemrën, Zot na ruaj, njeriu mund bëhet koprac, pra tregohet do shtërnguar ndoshta edhe ndaj vetes tij. Allahu na ruaj. Prej sëmundjeve gjithashtu të zemrës është vetkënaqësia, pra njeriu ta ndjej veten mirë, thotë unë jam mashallah, unë kam bërë, kam dhënë, jam falur, nuk ka pse besimtari të ndjej vetkënaqësi, sepse sado që të bëjë njeriu nuk është se e ka bërë ashtu siç duhet, e para, dhe e dyta nuk është se ka bërë atë që meriton Zoti prej tij. Prej sëmundjeve që, domethënë, që godasin zemrën e njeriu është zemrimi. Zemrimi është sëmundje e zemrës, e cila çon në errësimin e situatës tek njeriu dhe e bën njeriu që pushtetin tek ai ta marrë djalli i mallkuar, Zoti na ruaj. Për këtë arsye kanë thënë nëse do që të shërohesh nga zemërimi, shihe veten pasqyrë kur je i zemëruar. Edhe në fizionomi njeriu ndryshon. Fryhen damarët, skuqet, gjitha këto do të thonë ndikojnë që njeriu të humbi atë pozicionin që duhet të ketë ose pozitën që duhet të ketë kulti i zemrës në orientimin e duhur të njeriut për në kënaqësinë e Zotit dhe për në lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. Prej sëmundjeve të zemrës gjithashtu është padrejtësia. Nuk kemi përqendruar këtu padrejtësinë që më i bë keq të tjerëve, padrejtësinë ndaj vetes. Njeriu i bën padrejtësi vetes tij. Si bën njeriu padrejtësi vetes tij? Prej mënyrave të padrejtësisë ndaj vetes është mos kritikimi kur gabon. Dhe ndjekja e saj për çdo gjë që orienton dhe udhëzon pa pas asnjë lloj kriteri analize. Ky është problem shumë i madh. Zoti na ruaj. Normalisht dietarët numërojnë edhe më shumë sëmundje zemre, mirë po ne po mjaftohemi me këto sëmundje sepse normalisht janë si më të rrezikshmet nëse e prekin zemrën, nëse godasin zemrën, që ndikojnë normalisht në gjithë përkushtimin e njeriu ndaj Zotit të tij. Ose thënë ndryshe, e humbin kthjellësinë dhe vezullimin që duhet të ketë zemra dhe ja humbin zemrës ndjeshmërinë. Domethënë ndikojnë drejt për së drejti në dlirësimin e zemrës dhe largimi prej tyre ndikon në kthjellimin dhe dlirësimin e zemrës. Lut Zotin që të na ruaj nga sëmundjet e tilla, të ruaj zemrat tona nga sëmundjet e tilla. Do të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe do të kthehemi përsëri për të parë disa momente që ne ndoshta nuk i numërojmë si problematike për zemrat, mirë po faktikisht janë problematike. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në pjesën e dytë të emisionit për të parë disa gjëra që ne i hasim shumë në jetë, mirë po ndikojnë shumë në dobësimin e zemrës, në prekjen e zemrës, mirë po ne ndoshta nuk i numërojmë si problematike. Janë shumë gjëra që në pamje të jashtme duken si të lejuara dhe halal, mirë po teprimin to çon në shkatrimin e zemrës, Zoti na ruaj. Për këtë arsye kanë thënë dietarët e Islamit, teprimi me halalin, pra ta teprosh në gjërat e lejuara, shpërdorimi i kësaj terminologjie që është halal, është e lejuar, çon në ftohjen, çon në smundjen, çon në prishjen dhe në shkatrimin e zemrës. Përzierja e tepërt dhe e panevojshme me njerëzit. Normalisht njeriu është në natyrën e tij social, biosocial. Pra ka nevojë që të jetë i shoqërueshëm, ka nevojë që të jetojë me njerëz. Dhe vetë Islami në adhurimet e tij është i natyrës sociale. Falja me xhamat, agjërimi me njerëzit, teravit me njerëzit, zeqati që i shkon njerëzve, haxhi që bëhet me njerëzit. Vetë Islami ka orientuar, mirë po përzierja me njerëzit dhe ndetja me njerëzit duhet të jetë brenda disa limiteve. Gjithmonë brenda limitit të interesit dhe kënaqësisë së Zotit. Pra, kënaqet Zoti me këtë përzierje, me këtë lloj shoqërie, me këtë lloj njerëzish që un po rri apo nuk kënaqet. Edhe nëse është halal, edhe nëse nuk është se vallai kur rrim me këta njerëz po bëjmë harame. Kur rrim me njerëz që bëjmë harame, dihet pastaj është problem tjetër. Gjithë ideja është kur ne rrim me njerëz thjesht për të kaluar kohën. Mirë po kjo do të çojë pas kësaj në ekzekutim të kohës, Zoti na ruaj. Jo vetëm kaq, po më pas kjo do të çojë në gabime, do të çojë në mëkate, do të çojë në gjunahe. Prandaj dhe besimtari duhet të jetë i kujdesshëm për faktin se me kë përzihet për njerëzve, dhe e dyta se sa kohë harxhon me njerëz. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Janë shumë përzierje tona sot në jetë, cilat nuk na kthehen në dobi, as për këtë botë, as për botën tjetër. T'jap një rast thjesht. Për shembull, dalin 3 ose 4 vëllezër ose njerëz, domethënë, për të pirë një kafe. A di sa zgjat kafja? 2 orë, 2 orë e gjysmë. Thua që hallet e ymetit kanë rënduar mbi supët e këtyre njerëzve dhe po i zgjidhin. Ndërkohë që këto s'kan lidhje as me Filispanjën as me Litarin. Pa nuk është se ulja e këtyre po zgjidh problemin e Mitrovicës, apo ulja e këtyre po zgjidh problemin e Palestinës apo problemin e Irakut dhe Afganistanit. Thjesht harxhim kohe, ekzekutim i pamëshirshëm i kohës. Ndërkohë që nëse këto 2 orë ose 3 orë do të kishin harxhuar me familjet e tyre, me bashkëshortet e tyre, me fëmijët e tyre, në edukimin e fëmijëve të tyre, si do të ishte puna? Si do të ishte sevapi dhe shpërblimi tek Zoti? Yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani lam attakhidh fulanan khalila. Njeriu në botën tjetër do thotë, sikur mos t'isha bë shok, mos t'isha shoqëruar me filanin. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin 'aduwwun illa al-muttaqin. Shokët e të afërmit në botën tjetër do të jenë gjithë armiq njëri tjetrit, përveç njerëzve të devotshëm. Atëherë shih se me kë përzihesh dhe kontrollo kohën dhe afatin sa përzihesh. Ose përndryshe, kjo do të çojë në ftohjen dhe në smundjen e zemrës. Edhe kjo është smundje më e rrezikshme, sepse është smundje pa e ndjerë. Je në botën e halallit, në pamje të jashtme. Moment tjetër që në pamje të jashtme duket sikur nuk është se ka ndonjë problem për njeriu, është të shpresuarit. Kanë thënë njerëzit e falimentuar të ahiretit kanë një kapital të madh në këtë botë. Dhe ky kapital quhet shpresa. Jetojnë me shpresë. Për çdo gjë do të me shpresë Zotit. Edhe më e keqja është se në këtë gjendje dhe në këtë situatë që ata janë, shpresojnë edhe në botën tjetër mbarësi dhe të mira. Siç e përmendi Zoti në surën Al-Kahf, rastin e njërit i cili nuk besonte,
Po Zoti i kishte thënë të mira në këtë botë. Çfarë tha? Wa la yarudtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Sa po pati botë tjetër dhe në botë tjetër tha unë do të jem prapë i pari. E kujton se është me zgjedhje prapë dhe me votime në botën tjetër. Ose kujton se mund të mashtroj siç ka mashtruar në jetën e kësaj bote. Po jo vallahi në botën tjetër nuk mund të shpëtoj vetëm se zemra e pastër dhe shëndosh, kështu thot Zoti në Kur'an. Illa man atallaha biqalbin salim. Kush i vjen Zotit me zemër të pastër. Dredhat, mashtrimet, lojrat, shuhet çdo gjë atë ditë kur dalën përpara Zotit, xhella xhelaluhu. Prandaj dhe besimtari duhet të jetë në botën konkrete, jo në botën e shpresave. Për këtë arsye obligohet besimtari që t'i kpus dhe t'i prej shpresat. Mos jetoj me shpresa. Optimizmi është gjë tjetër, ti je optimist. Optimizmi të nxit për vepra të mira. Ndërsa ti jetosh me shpresa do të thotë ti je në ajër. Mos ti je konkret, mos ti je përballë realitetit dhe asaj që ty të pret në botën tjetër. Për këtë arsye kanë thënë ka drejt të shpresojnë dy kategori njerëzish. Vepër mirë dhe gjunafçarët. Vepër mirët shpresojnë se normalisht kanë bërë mirë dhe shpresojnë të mirën. Gjunafçarët që pendohen kanë drejt shpresojnë, sepse Zoti ka premtuar për gjunafçarët që pendohen sevap dhe shpërblim botën tjetër. Ndërsa një kategori njerëzish është ajo që s'ka drejt të ketë shpresë, janë ata të cilët bëjnë gjunahe dhe prap kanë shpresa, pa u penduar dhe pa u kthyer në rrugën e Zotit. Prej momenteve që janë shumë decisive, nëse do të më lejohet ta quaj kështu, për zemrën e njeriu, është momenti i lidhjes me shkaqet dhe harrimin e shkaktarit. Shkaktari është Allahu. Është i cili bën gjithçka. E nganjëherë ne i lidhim gjërat aq shumë me shkaqet, saqë harrojmë se është dikush mbi shkaqet, është i Zoti xhelal xhelal. Normalisht ne si muslimanë jemi të obliguar që të bëjmë shkaqet, të bëjmë arsye, të bëjmë të pamundurën brenda linjave njerëzore tona, domethënë. Mirë, po kjo nuk do të thotë se njeriu duhet të varet dhe t'i varë sukseset e tij, pra t'i lidh sukseset e tij me shkaqet. Lidhja e tij duhet të jetë me Zotin dhe obligohet që të jetë korrekt me shkaqet dhe me arsye. Për këtë arsye dietarët e Islamit e numërojnë besimin në shkaqe si një si një lloj idhujtarie. Si një lloj idhujtarie. Prej momenteve të tjera, prej momenteve interesante që kanë bën me zemrën, po që janë momente të pa hetuara që ndoshta njëri dhe i kalojnë, është momenti i teprimit në ushqim. Teprimi në ushqim dhe teprimi në gjumë. Ushqimi është i nevojshëm. Është i nevojshëm edhe për shpirtin, është i nevojshëm edhe për arsyen dhe për logjikën, është i nevojshëm edhe për të qenë adhurues i mirë i Zotit. Mirë, po ushqimi duhet të jetë në sasi të caktuar. Për këtë arsye kanë pasur burrat e moshëm. Njëri i vërtet dhe besimtari i vërtet është ai i cili kur çohet nga tryeza akoma thot sikur të kisha ngrënë dhe pak. Për këtë arsye profeti alayhis salam tha, ena më e keqe që mush njeriu në këtë botë është ena e stomakut të tij. Nëse është e domosdoshme për të futur diçka në stomakun e tij, atëherë le të jetë 1/3 për ushqimin, 1/3 për lëngjet dhe 1/3 të jetë bosh. Këtë mundësi të zbres shkallët, këtë mundësi të ecë më vrap. Atë kur mbushet gjithçka, po problemi nuk është pse u mbush, problemi është se mbushja e stomakut dhe te mbushja e stomakut çon në verbimin e zemrës. Avujt ngjiten në zemrën e njeriu dhe njeriu nuk e sheh gjërat ashtu siç janë. O Zakaria do t'jap një këshill, merr mend tani iblisi duke dhënë këshilla. Thot po. I thot mos u ngop asnjëherë, se po të ngopësh shumë sa do të flesh gjumë dhe po të flesh gjumë shumë dembelosesh nga adhurimi i Zotit. Tha Zakaria alayhis salam, atëherë tha, unë kur nuk do të ngopem sa të jem gjallë. Tha iblisi, edhe unë tha mas Zotit nuk kam për të këshillu më njëri. Dhe gjumi i tepërt, gjumi i tepërt normalisht që
e bën njeriu për tac, e bën njeriu dembel. Domethënë është një normë që njeriu duhet plotësoj sipas moshës dhe mbi këtë normë gjumi kthehet në dëm për shëndetin e zemrës së besimtarit. Dua ta mbyll këtë emision duke kujtuar thënien e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: "Wal mujahidu man jahada nafsahu." Mujahidi vërtet, luftëtar, është ai që lufton ndaj dhe fiton betejën me vetveten e tij. Lut Zotin që të jemi të gjithë të tillë, lut Zotin që na ndihmoj që të ruajmë zemrat tona nga smundjet, të cilat mund na godasin zemrën, e si pasojë s'bëhet më fjalë për dëlirësim, as bëhet më fjalë për pastërti. Lut Zotin që të jemi të tillë të gjithë, të dëlirë dhe të pastër. Lut Allahun që të jemi të gjithë të dëlirë pa përjashtim. Lut Zotin që të na ruaj nga smundjet e zemrës, që zemra jonë të jetë e atill, që e njeh të mirën dhe e pason, e ndjek dhe e kthen në jetë, dhe e njeh të keqen dhe ruhet prej të keqes, dhe mundohet që të ketë distancë mes tij dhe të keqes. Deri në një emision tjetër të radhës, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.